të zgjidhet drejt për drejt nga qytetarët. Siç e dim të gjithë, përvoja na ka dëshmuar se procesi i zgjedhjes së presidentit në kuvend shpeshherë është shoqëruar me marrëveshje jo parimore politike ose kemi pas edhe situata të bllokimit institucional. Në këtë linjë, zgjedhja e presidentit në një republikë demokratike mund të bëhet ashtu siç e dim në dy forma, përmes votës së drejt për drejt të qytetarëve ose përmes përfaqësuesve të tyre në kuvend. Debati i cili adreson edhe synimin e këtyre amandamenteve për mënyrën e zgjedhjes së presidentit në Kosovë nuk është një debat i ri, është diskutuar për më shumë se një dekadë dhe është pjesë e një reflektimi të gjatë institucional. Kur presidenti zgjedhet drejt për drejt nga qytetarët, ai apo ajo ka mandat të qartë nga populli, pra ndryshe nga rregullimi juridik tek ne, kur vendimi varet nga marrëveshjet në mes të partive politike, nëse do të votohej drejt për drejt nga qytetarët, presidenti do të kishte mbështetje më të drejt për drejt nga populli, pra edhe legjitimitet